Këtu janë 5 fjalë që zakonisht i shkruajmë gabim. Shpesh hasin forma si gjithçka ose gjithçka me q të butë, por forma e saktë është gjithçka, sepse në fjalët e përngjitura bie ë-ja fundore e fjalës gjithë, si të gjithherë, gjithka ose gjithkund. Gjashtë ndodh edhe me fjalën certifikat, e cila shkruhet me q, por forma e saktë është certifikat. Një tjetër gabim i zakonshëm është e dielë. Në fakt, kjo fjalë nuk merr ë në fund dhe duhet të shkruhet thjesht e diel. Po ashtu, shpeshherë shohim të shkruar mirë se veni bashk, ndërsa forma e saktë është mirë se veni, njësoj si në rastet mirë se erdhe apo mirë se vjen. Një tjetër fjalë që ngatrohet është qera, ndërsa forma standarde në shqip është qira. Nëse këto fjalë dhe të tjera shkruhen gabim dhe përsëriten çdo ditë, ato ndikojnë në deformimin e gjuhës shqipe. Çdo fjalë që shkruajmë me kujdes është një hap për të mbajtur gjuhën tonë të pastër.